edhe kërcënimet erdhen e gjetën ku po jetoj, e mbajnë me disa vizatun një kryq të dera, dhe Arti ka qenë djali i vogël në atë kohë 6 apo 7 vjeç, që nuk ka qenë e lehtë, dhe vjen policia në shtëpi, thot, mos e ke frikë, thot, se vetëm kanë dashur me të kërcënu, po me pas dashur me të bëu diçka, të kishin bë. Edhe ti kur policia ta thot diçka tillë, vazhdon, edhe ti e sheh që është presion me të ndal, t'jep ndoshta edhe vullnet edhe më tepër. Me të thënë drejtën, ka pas momente kur nuk e kam vlerësu rrezikun. Po kthejmë pak mrapa, në 2012 kur fitova një fellowship më marrë me rritjen e ekstremizmit në Ballkan, kom marrë Andin, që ka qenë 7 vjeç, me veti, me bën një intervistë në Shkup, me një imam, që kanë qenë listë për dyshun për terrorizëm. Domethënë, ka shku pasioni im për punën deri në një pikë që nuk ka qenë rregull, edhe si prind. Kështu që kërstimet, masni kur e shohin që me ty direkt nuk mujnë me të ndalë, fillun fëmit, fillun kërstimet, e dërgun një fotografi, një person në atë kohë kur ishin shumë aktiv grupi i shqiptarëve të Kosovës në ISIS në Siri, e kishin shkruar shqip fotografia një personit vram që ne e dim sa shumë i do fëmijët e tu, ne kemi me gjetë, e dishin ku jetoj.